Shkodra nuk njihet tashmë vetëm për biçikletat, por edhe lulet janë shndruar në simbol identifikimi për të. Qyteti verior, që i ka kushtuar plot 150 tekste këngësh luleve, të cilat i gjen thuajse në çdo shtëpi shkodrane, e ka kthyer në traditë festën në 6 maj, të njohur ndryshe si dita e ripërtëritjes. Vazot me lule, por jo vetëm, edhe pikturat e fokusuara tek natyra kanë mbushur sheshet kryesore të Shkodrës. Ndonë se jo pushim zyrtar, për pjesën më të madhe të shkollave kjo ditë është shoqëruar me ekskursione. Megjithëse ja kanë traditë për një par kohë dhe nuk është vazhduar, por në 2006 një grup pune u morën me këtë punë dhe bën një demonstrim edhe u bën prezant në mënyrë modeste kjo dukuri, kjo pasuri e Shkodrës 2600 vjeçare. Dita e luleve festohet që nga viti 2006 në Shkodër, ndërkohë që banorët e kësaj zone në shekuj e kanë ruajtur traditën e kultivimit dhe përkujdesjes për to. Gjatë ditës në kryeqendrën e Veriut janë organizuar koncerte, janë hapur ekspozita të ndryshme si dhe panajëri artizanal.